Mes Eglin dhe gjestit në Big Brother VIP Albania ka shpërthyer një situatë që ka tronditur jo vetëm banorët e shtëpisë, por edhe ndjekësit e spektaklit. Pamjet e ngjarjes, që janë shpërndarë në rrjetet sociale, tregojnë një përplasje fizike që ka shkaktuar ndarje të mendimeve mes fansave. E gjithë kjo ka ndodhur pas rikthimit të Eglit në shtëpi, ku tensionet mes saj dhe gjestit janë shfaqur në çdo hap. Në pamjet që qarkullojnë, Egli dhe gjesti duken sikur janë duke luajtur një lojë të paqartë, ku ngacmimet fizike mes tyre nuk mbeten thjesht shaka. Gjesti, duke humbur durimin, e kap Eglin nga frytyra, duke shkaktuar një reakcion të menjëhershëm nga banorët e tjerë. Ata fillojnë të shqetësohen, duke i kërkuar të ndalojnë menjëherë, pasi situata duket se ka kaluar kufirin e një loje të zakonshme. Kjo ngjarje, e shoqëruar me tensione të mëdha, ka lënë shumë dyshime dhe pyetje mbi intensitetin e marrëdhënieve mes tyre dhe rrezikun që ato përfaqësojnë për atmosferën e shtëpisë. Banorët e tjerë, të cilët tashmë janë të ndërgjegjshëm se ky është momenti i tyre për të shkëlqyer në spektakël, shohin mundësinë për të nxjerrë gjestin me zarfin e zi, duke i dhënë kështu mundësinë të dalin në pa dhe të fitojnë shansin për shpërblimin e madh. Ata ndjehen të fuqizuar nga mundësia e largimit të gjestit, për të pasur më shumë mundësi për të tërhequr publikun dhe për të arritur qëllimet e tyre. Por, ndërsa gjesti duket se po i vjen fundi, sulmet ndaj tij brenda shtëpisë nuk kanë të ndalur. Asnjëherë nuk ka pasur një periudhë të qetë për të, sepse gjithçka që ai bën shpërfaqet dhe përdoret si armë kundër tij. Banorët, që dinë se lojën e tyre mund ta fitojnë vetëm duke u distancuar nga ai, shpesh e shfrytëzojnë çdo mundësi për ta mposhtur. Me rikthimin e Eglit dhe ndihmën e saj, duket se gjesti është bërë synimi kryesor për të gjithë ata që janë të etur për të fituar lojën dhe të fitojnë shpërblimet. Për Eglin, rikthimi në shtëpi ka qenë një mundësi për të marrë hak dhe për të mbyllur një kapitull të pasgjidhur, duke hedhur hijen e një drama të thellë. Ajo ka vendosur të mos i jap asnjë mundësi tjetër gjestit, duke i treguar se, edhe pse historia e tyre ka qenë një lidhje, tani ai është vetëm një pengesë në rrugën e saj për të triumfuar. Situata është e tensionuar dhe çdo lëvizje e banorëve është e mbushur me manipulime dhe strategji. Ata janë të gatshëm të bëjnë gjithçka për të nxjerrë gjestin nga loja, duke shfrytëzuar çdo mundësi për të ecur përpara, ndërsa ai, i rrethuar nga sulmet dhe përpjekjet për ta larguar, lufton për të mbijetuar në një botë ku besimi është i ndarë dhe lojaliteti është një iluzion. Kjo është një dramë ku lojtari më i fortë është ai që di të mbajë në duar kontrollin e ngjarjeve dhe të përdorë gjithçka për të mbajtur pozitat e tij. Nëse ju pëlqeu kjo video, mos harroni të bëni like, të lini një koment dhe të shpërndani me miqtë tuaj. Për më shumë përmbajtje interesante, klikoni butonin subscribe dhe mos harroni të aktivizoni njoftimet duke shtypur ikonën e zilës. Vizitoni kanalin ton për të mos humbur asnjë video të re. Ju presim!